As 89 vitet mbi supe nuk e ka ndalur të punoj intensivisht për të sjellë tek brezi i ri punë dhe vepra që do t'i shërbejnë të sotmes dhe të ardhmes. Në panairin e librit të organizuar për herë të parë në Shkodër, një mbrëmje e veçantë ju kushtua prezantimit të veprave të studiuesit Robert Prendushi. Libri në kërkim të origjinës së valleve e këngëve shkodrane është kontributi etnomuzikologjik në hapësirën bardhë-shqiptare i këtij studiuesi. E po ashtu Bia Shqiptare, me pjesë letrare për fëmijë të shkollave nëntëvjeçare me poezi të Atë Vincenc Prenushit dhe me motive muzikore të Atë Martin Gjokës, si dhe vepra Atë Martin Gjoka, 24 pjesë artikuj mbi veprën e tij, ishin pjesë e diskutimeve dhe rrëfimeve në hollin e oborrit të Katedrales së Shkodrës. Amfiteatri krijuar në panairin e librit mblodhi miq, dashamirës dhe studiues të fushës, të cilët ndoqën këtë bashkëbisedim me studiuesin Prendushi, i cili theksoi punën që ka bërë në këtë drejtim dhe vitet të tëra që janë dashur për të nxjerrë në dritë këto vepra. Unë kam pas fatin, nderin e rastin me pas mësues klasë parë fillore, prekja kohë. Ai që kishte ngishmjen, ai që shkote në çdo fshat, në Shllak deri në Telum, në Vermosh deri në Kenem. Unë duka gjimë deri Lekbibaj, kam qenë. Fati ka dashtë që unë të kisha me vete, diçka që në atë kohë nuk ishte. Kishe një magnetofon, me mikrofon jashtë, edhe ai ishte shpetimi im, sepse kisha mundësi me ndigju, me regjistru, e pastaj me seleksionu. Kë vetëm u ba bagazh, që ky kompozitor që ka shkruar është perkusive muzikë skulptive, që ka dhuan tharmin e edukimin e kompozitorit në ketë një nerë, ketë një titull. Apo jo. Edhe kjo më ranë në për Martin Gjoka. Padel Martin Gjoka, herën e parë që ka ban një kompleks të vogël orkestral, firmor, band, i thonë, ka shku se kishte ardhur Bajram Curi në Shkodër, ka jetu një periudhë, ka gjatë. Shkodër ka shku me bandë, ka dhanë qfaqin ditën e Bajramit. Në emrin e organizatorëve të këtij panairit, profesor, për adorat të çmueshme që na ke bënë, edhe prania juaj, por të nisë edhe nga pesha e mjemnit, ja shton gëzimin, festen, domethënien edhe këtij vendit shajt e ka veçantë, besoj, për ju, për Shkodrën, për Kishën, për vendin. Nuk ka qenë lehtë për të ardhur deri këtu, e për të theksuar detajet të rëndësishme të punës së tij, ai ndalet veçanërisht tek vlerat muzikore që ka veriu i Shqipërisë dhe krahasimin që ka bërë me jugun. Po s'kishim na këto ballë, këto melodi, s'do të kishim as zaden, as simfoni, as daji, as pak. Se ato i kanë marrë, aty i kanë marrë motivet, i kanë zhvilluar etj. Mbrëmja vjoi më pas me interpretime të poezive dhe pjesëve të shkrimtarëve nga Shqipëria e Kosova, pjesëmarrës në këtë panair të librit. Robert Prendushi ka lindur në qytetin e Shkodrës në vitin 1936, u formua si muzikant në nullheqen e kompozitorëve Prenk Jakova e Tonin Harapi, u diplomua në Universitetin e Tiranës për histori e gjuhë shqipe. Ka punuar për 38 vite në sektorin e muzikës, violinist në Orkestrën Simfonike të Shkodrës, që në fillimet e saj, pedagog i violinës dhe drejtori i shkollës së mesme të muzikës, disa herë udhëheqës artistik i festivaleve kombëtare për fëmijë dhe i 3 festivaleve kombëtare të folklorit për rrethin e Shkodrës. Ai është fituesi i disa çmimeve dhe bashkautori i teksteve shkollore të muzikës për 4 klasat e shkollës 8-vjeçare, që nga viti 1992, ndonse jeton dhe punon në Itali, ai nuk e ka ndalur kontributin në sektorin e muzikës.